ky është një veprim politik. Ne e dim që këtu s'mund zgjedhim kryetar kuvendi, as mund ta konstruojmë kuvendin. Që çdo 48 orë PDK-ja vjen në kuvendin e Kosovës dhe fton edhe deputetët e partive të tjera që me ardhmë me konstitut kuvendin, por çka vjen në sy vazhdimisht është që në shumicën e rasteve nuk janë të gjithë deputetët e PDK-s prezent në kuvendin e Kosovës. Pse është ndodhur kjo, pse nuk po jeni këto plur, ku po i themi edhe të tjerë që me ardhmë. Shikoni, nuk mendoj se është problem ajo. Ky është një veprim politik. Ne e dim që këtu s'mund zgjedhim kryetar kuvendi, as mund ta konstruojmë kuvendin se si kemi votat. Kjo është e ditur. Ky është një veprim politik. Mungon një deputet një ditë, vjen një deputet tjetër një ditë, kjo nuk po të varë, nga deputet ton vinë 22 sa jemi. Kur është varur jemi ardhur. Ky është një veprim politik, mungesa një deputeti në një ditë, një tjetër në një ditë nuk e ndron veprimin politik dhe qëllimin ton politik me orë në vendin ku jemi zgjedhur. Në këtë kuvend, herën e kalume, vitin e kalume jemi mbledh 1050 herë. Se thëshin du të më respektu 48 orë. Tash nuk respektohet. Atëherë si kishin votat, vishin propozeshin. Tash i kanë votat, nuk vinë me propozu. Logjika e njëjtë, me bloku Kosovën, me bloku themelimin e institucionit.